taste like wine. You're holier than I am, holier than I am. Gentle hands, gold-lit eyes. I am a man made of borrowed time. You're holier than I am, holier than I am. I am the dust, you are the rain. You pull me close, I push away. I swear I love you, but I am afraid. You pull me in, I'll push away. Afraid I will let you down one day. Golden flames, silver vow. Më ka marrë jeta për poshtë, me sa duket. Dita e dytë që do bëjmë nachos me djath. Aq keq jam fiksuar. I could sit around and wait all day. You lay easy on my mind. Si YouTube nga dita tjetër. Dëgjoni? Kanë të nxjerrët e mia që në orën 8, një ka me fasule që të zi për sot në drek, po i bëj që tash se do dalim pastaj. Edhe nuk do kemi mundësi t'i bëjmë. Edhe 2 po 3 trana për andin, për vetë të bëj vezë, sepse nuk mahet ai shumë buk trana, se e kam prishur tjetën krejt. Po bëj edhe një 2 ginger shots. Po bëj edhe një 2 ginger shots, sepse s'jemi ndjerë shumë mirë, por nuk kam portokall, që kështu po i bëj me klementina, po i bëj me ato, me turmeric, edhe me ginger, edhe me limon, edhe pak piper, edhe del shumë e mirë. Dua t'tregoj tash kështu. I shtrydh ato, i fus në një blender gingerin dhe turmericun, pastaj e kulloj edhe del perfekte. Edhe të sjell në vete me 2 shoca je qiqër. 6:50 a.m. on a Tuesday. Bathed in bird song the moment I wake. Turn the dial to the right place. This is my morning, the Tennessee way. My dog is ready to be walking. A pot of coffee got me talking. Patsy cries out, she's so crazy. This is a morning, Tennessee make me. Found a cut path through the Ester. Seen a polecat and started walking faster. Hearts are bursting, moving. Hajë. Sot kishë ndalë dole me erë se sot. Po knaqem atë të drejtë. Unë edhe dy një patë mi, në lodhën pak.
Ua, Brithan designer që i kanë fëmijët, pa thunë. Brithan te e brit këtë, jo Sa këtu me e jo lodër, me aty. lodër. Jo du këtë, jo du atë. Që me vend kështu këtu në shfertë afër nesh. Po është shumë i bukur. Po ka poni, ka lepuri, Poni ferme ka i brit. ka dera, ka ku diun. Papavuc. Po, gjitha. Edhe aty shkum ka dhe një vend për kështu për fëmijë që lozën, aty është shumë e bukur, gjitha ajo hapësira e madhe që lozën. Po. Vrap sa me lodër tjetër. Vrape neven. Vrapa në masati, që qëri vun pak të zidha, pak telefonat, pimi kafe, unë me kuhën gjithë. Njeri në një pateantit gënjehet me telefon. Se njeri nuk do t'ja di në botë për telefon. Ajo është shumë aktiv njeri, jerë zakonisht shumë, jo si dashuria. Do vetëm vra. Po. Ai do vetëm vra poj. Po që i U sistemun të dy, I edhe kthy- shifshin dera, sofshin papavuc, thoshin Po. për një serial që Da shohin shting, për glash fëmijë. me papavuc, ku vjen erë thot njësoj si papavuci. Po. Imagjino të seriali. Taqëm shumë, i morën dhe një patetin, Po, një e. patetin, patate. Po, mes të Edhe një McDonald's. patate që Do McDonald's, më s'kam thënë- dhe neve ato dhe kështë marrë në madhe. Do më thënë, keni parasysh ato video që thonë, vjen Xhaxhi dhe i çmet kalamaj që Edhe vinë për nxjerr në durrës, binare. po. Këto ishim ne të dy sot, ju dham keka, ju Po. dham Edhe bërësira. që i vum fasulën tonë ngrofet, kena bu Po, fasulën edhe sot. ta im drekon edhe t'i kem palestër. Po, Se shumë ta pasore në buk, kemi do në. bëjmë një orë pushim, Po, edhe në palestër, se djesë ishim se isha pak pa qef. sot ka qenë një kohë shumë e Po, bukur. nështë ka qenë shumë e bukur, sot Shumë, ka qenë shumë, vetëm po. djellë, gjithë ditë ka pas djellë. Po. Gjithë ditë. Edhe ne ishim në majtë malit, sa ai është më të malor, edhe binte dielli nga të tëra anët. Po, sakt. Pak fare frynë të erë, nuk ishte gati fare, shumë pak. Edhe U ishte knaqëm, si e djelë sot me vërtet u knaqëm, Po. dushte edhe me shku dhe në Troden Markt, këto Në markata tregje. që bëjnë to tregje, ato që bëjnë to, po nuk shkum. Edhe kjo është dita jonë sot. edhe nesër nise hena pastaj. Unë trana se që keni pa, pëse kam pa. Po e kam pa. Po trana, ongra unë. Edhe dje u knaqëm edhe... A po, edhe dje ishim në Esten. Po dishim nesër vërte bom një ecje. Po, vajtëm për me heci Po, busliqeni edhe që një ka... kafe Që i gjeti burri. që e gjeta unë edhe as qaj s'më pëlqeu mu, as keku që zgjodha, nuk e di pse. Ja keku më zgjodha ty fatikisht. Keku në gjodhe vetë, doja të qajnë të gjodhe. Qajnë më zgjodha ty. Ti. Qajnë zgjodha jersi, keku zgjodha unë, të dyja nuk boshin. Ai keku jersi ishte shumë në mbije. Në gjodhe vetë Shumë. kekun ti Po. mora edhe një shampanj, një prosecco. Po, edhe pse ishte nisë për diçka. Po isha nisë për mimoza, po për si ta prosecco. Se kështu është kur s'merr vesh. Njësoj është, Jo, njësoj. s'është njësoj. Mimoza është prosecco me lëng portokalli. E di po them emrin. Njësoj, as njësoj një një... Ma tha jo gjermanisht i thonë kështu, i thash okej, atë pa, i thash. I could sit around and wait all day. You lay easy on my mind, like a candle I just burn away. Isha në puna të kekshëni edhe mora një thekse, sepse theksen që kishim, ja theva Andit. Dhe Andi është njeriu që përdor theksen më shumë në botë. Kishim marrë një të Amazona para 3 vjetësh, 4, 3. Edhe nuk ishte shumë e mirë me thënë të drejtën, më vonë 30 euro, ishte shumë e vogël, edhe nuk mbante shumë. Tashim, nuk mbante më shumë se një sanduiç. Tani, kjo është shumë e madhe edhe nuk e dija do ma mbaj sirtari, sepse unë kam shumë pak vënd për të vënë gjërat, por do ja gjej. E mora 18 euro, me një çmim fantastik, besoj. Plus, unë e marrë edhe me më pak çmimin, duke qenë se kam skonto punëtori. Më pëlqen kjo në Gjermani që ku punon të japin ullje si punëtori asaj kompanie. Gati në të gjitha kam parë që funksionon. Dhe kjo është theksja jon e re. Tata, si hapet kjo? Prisni se këshu e prishi Andi të parën, ta prish edhe unë të dytën. Unë e theva pastaj, ja. Për 2 sanduiça, ajo thot që mund të bëhet edhe si grill. Nuk e di si mund të bëhet si grill, por kështu tregon aty.
Hajde ta përdorim. Ta pisojmë. Të bëjmë tostat e burrit. Unë mora dhe një mbules tavoline, që ishte shumë e bukur, kanë dalë gjërat e pashkëve, e këto gjërat pranverore që janë yll të bukura, dhe unë zgjodha këtë mbulesën. Shikoni, jam bërë se ato mamat tipike shqiptare, edhe pse mames jam, që marrë këto gjërat me lule, këto gjërat shumë bukur, këto më pëlqejnë, edhe nuk e di pse i adhuroj këto me lule, ose me ngjyra, më duken sikur sjellin allegro dhe nuk jam shumë për këtë minimalisten që është online, që është trend, ose këto ngjyrat bardhësi. Më pëlqejnë ngjyrat, më pëlqejnë gjërat që sjellin bukurinë në shtëpi, domethënë që sjellin allegro, që sjellin gëzim. Më pëlqejnë këto gjërat bardhësi, beige ose kështu. Nuk këto më sjellin gëzim, edhe pse ngjaj pak si kalamar. Dhe nuk kanë atë estetikën e bukur që kanë ato që janë bardhëzi ose beige, por unë mendoj se kjo është perfekte. Shikoni, ngjan pak si çarçaf, por prapë më pëlqen këto lule, të shumë e madhe, edhe është fix besoj për tavolinën këtu. Shumë e bukur. 10 euro ishte kjo. Mora edhe një ato gjëra për makinën, po i lash poshtë makina. Mora atë sprucin që është kundër ngrirjes dhe është shumë i mirë sepse në mëngjes nuk kam pse gryej makinën që të miki ajo shtresa e ngrirjes, thjesht e sprucoj me atë edhe shkrihet vetë. I will be the last to leave. I won't say a word, just let you breathe. I won't make a sound, I won't slow you down. I knew we were on borrowed time, just a passing streak. Nuk ka me kufi që kur ka mësuar online. Po që ka se ka ditë gjithmonë të bërë online, por nuk e di pse I ka shijuar këto kohë të fundit dhe ka marrë Nike. Se janë të tuat, që do? Zjanë mirë. Okej. Janë të tuat ose janë të tuat? Hajde njërë tu. Mirë. Hajde. Ka marrë break. Po. Nuk intereson njëri jo mëndi. Okej, më të tregojmë, pse? Edhe një palë atlete I mora fatikisht për palestra nga sa ishe bëgurë. Nuk e ti unë. Nga... Si kam pa fare, unë isha më Nga 70 në duket, mora 20-32. Unë isha në punë, sistemoja rafte, ndërkohë burri bënte namin. Këto ishin edhe unë I mora për servite fatik. Po këto janë, se thash të ishin. Sa të bukura që nga, pëse s'me more... Po që në me I ke marrë të 22-shi? 23 vëdak. Jo, I ke marrë të vogla. Bate? Po duken shumë të vogla. Ma më gru mos përhapa Të një që sa provoj. pusha zemë. To ka marrë To I ka marrë për palestër faktikisht. Për t'i shofim pak. Ka argjuar për palestër vetëm këtë muaj 400 euro. Me grisi dhe lavatrice një palë të udat shkurtra që bosh në servitje. Me ngjyrën e këtyre ishin. Kurës më kishte gris lavatricia, mi morin qafë edhe mu. Dhe nuk e di se si e ka përballu. Tani të shofim. 6:50 a.m. on a Tuesday. Bathed in bird song the moment I wake. Turn the dial to the right place. This is my morning, the Tennessee way. My dog is ready to be walking. A pot of coffee
shpifje YouTube nga dita tjetër, bluja është ngjyra ime këto kohë. Edhe si e pat, ajo piktura, fantastike, gjithashtu në blu, shkoni sa e bukur është. Kush i mban mend udhëtimin tim nga Portugalia, të pamjen e bukur në Kashkia, se kam ndarë dhe disa herë në Instagram në Reels. Është udhëtimi më i bukur që unë kam bërë në jetën time. Jemi kënaqur pafund, ka qenë çdo gjë perfekte, çdo gjë shumë e bukur, momente jashtëzakonisht shumë të bukura, edhe për këtë arsye vendosa që ta personalizoj në një pikturë dhe sa herë ta shoh në shtëpi më kujtoj kujtimet e bukura që kam përjetuar atje. Edhe për këtë arsye zgjodha Gjandën, e cila është një gocë që jeton në Gjermani dhe ka studiuar arte, që mund ta personalizonte si pikturë dhe e ka qarë, e ka bërë perfekte. Unë i kam dhënë dimensionet se sa e doja. Kjo më duket se është 80 me 60, është goxha e madhe si pikturë si e pat. Edhe i kam treguar edhe një foto që se si doja që piktura të dukej edhe e kam qarë. Goca punon edhe në Instagram edhe në TikTok, por në TikTok tregon edhe procesin se si bëhet puna dhe e kam ndjekur gjithkohës që kur e ka nisur e ka bler tablon, pastaj për ta realizuar edhe më duket sikur fakti që i kam pasë se si e ka bë, më duket sikur edhe unë kam marrë pjesë në realizimin e kësaj pikture. Tash të gjitha informacionet për të porositur, për ta pyetur, do i lë këtu në description, këtu poshtë, dhe do e shkruaj edhe këtu emrin që mund ta kërkoni edhe në TikTok edhe në Instagram, dhe më vërtet bëni një punë të mrekullueshme nëse do donit të porosisni diçka të personalizuar. Gjithmonë janë një ide perfekte, edhe më duket sikur sa herë shoh më duket sikur më pushem gjithë gëzim, ndryshe nga këto pikturat e tjera që kam që nuk është se kanë ndonjë kuptim për mua, kurse kjo ka jashtëzakonisht shumë vlerë, se sa herë shoh më duket sikur më jep gëzim si pikturë. Dhe më vërtet ka qarë, ka bërë një punë shumë të mirë. Unë tash do dal, do i do bëj pak pazar sepse s'kam disa gjëra në shtëpi dhe do i do pi dhe një kafe, ose do e pi në shtëpi më mirë sepse ta pagoja të 5 euroshin. If only I could finish something, run straight through to the end, close a chapter dignified. Damn girl, you did it again. But will it ever be enough when I'm bent on trying to keep it tough? Will I ever settle down, happy with the here and now? Hello my girls, ja ku jemi nga dita tjetër. Më duket sikur te ky vlogu s'kam folur shumë, ose ndoshta s'e mbaj mend, sepse kanë kaluar na ditë, është gjithë java që kemi kaluar bashkë, edhe nesër do idhet si video. Gjithsesi unë dola sot me atë shoqën, u kënaqëm, ishim në një qendër tregtare, blem gjithë ato gjëra, jo shumë, bleva ca domethënë, mirë. Mora një salcë me tartuf, se isha te Kikis Kuhën, se si e ka emrin, nuk e mbaj mend, por ajo goca që punonte atje më tha që kjo është një nga salcat më të mira që kemi, që është majo me tartuf, edhe tha shumë e mirë. Edhe ju e dini që unë kam qef tartufin, që kështu. Mora këtë, pastaj isha tek HM-ja, dhe dashuria ime, pleva i rip. Ripat e HM-s janë shumë të mirë, unë jam shumë e kënaqur, masallë, gjeta dhe atë që presne. Se dia po e kisha lënë se kam bler edhe një rip tjetër, dhe kam bler këtë që hap vrima ripave, dhe këti duhet ja hapsha një vrim tjetër. Ca kollaj është të përdoret? Shifeni, e vë kështu. Qose jetoni në Gjermani, tash se shokollajt. Ja, hopa. Qose jetoni në Gjermani, ua super sugjeroj ta blini. 4 euro e mora, se me mend, te Volvorthi. Hopa. E lëviz pastaj, hopa, minga dale. Kushtë t'i pleu ato sandale. Që më kujtua kjo kënga. Tak. E tjetërën prap. Fup. Dhe voilà. Ja ku u bë. Tak. Se ju mora kohën. E u bë një vrim tjetër. Shumë e mirë. Për 4 euro thash. Super perfekte. Ja dhe rripi është ky si djup i Massimo Duttit. E keni parasysh ka një ai kështu dhe më duk shumë i bukur. Dhe ishte 7 euro. Perfekt.
Mora këtë. Nëse doni e gjeni linkun në description, se kam vendosur që tash tutje t'u lën linkjet për gjërat që marr, që edhe ju t'i keni më të kollajta, edhe t'i keni më bukur për t'i parë, edhe t'ju ndihmoj që t'i gjeni me të gjitha. Këto mora dhe këto vëthët, 3 euro. Me kështu me guack edhe silver, sepse çdo gjë e kam gold, edhe këto më duken të bukura me një guack ngjyra argjendi. Pastaj vajtat e Intimissimo, mora dhe aty një 2 gjëra, por nuk dova t'tregoj se janë çik shumë këra gocash. Por përveç asaj mora dhe këtë trastën, që është kaq shumë e bukur dhe mora për 2 euro. Është yll, lexon këtu Intimissimo, mund ta marr për në palestër, është kjo roza, edhe në verë me fustan këtë mund ta mbaj edhe çantën e vogël edhe do duket shumë bukur, sidomos për një piknik, për një gjë më duk perfekte. Kjo ishte e Altit, pastaj isha edhe te Zara, mora këtë, i mora me radhë, te Intimissimo mora më shumë, atyre që më shumë lek, duke qenë se mora gjëra për goca, nuk e jam shumë komode t'u tregoj, kurse kjo te Zara ishte vetëm 3 euro. Shifeni, është kanatiere, ka dhe këtë kështu, është yll e bukur, edhe në verë mendoj se do duket shumë bukur. Kam marrë masa lë që të më rri fix pas dobësimit tim, se kam da mendjen kësaj radhe nuk ka më ta lë për gjysmë, kësaj radhe ka o dobësim, nuk ka rrugë të mesme, kam nda kaq ishte. Edhe do rri kështu kjo, me i fund të bardhë ose pantallona të bardha, do rri shumë bukur. Pastaj veta bëra edhe pasar, isha dhe të Aldi, sot kam argjuar lek. Kisha ku që nuk dilja që të plija, edhe pazarin e shtëpis e kemi bërë këtu dhe para 2 javë dhe nuk është se kemi dalë gjë kohës që të blejmë. Me që ka prishur një kështu e kësaj lule narcistit, me bazon që mora këtu, prisni. Se po, a tregoj si kam menduar që t'i vë. Me këtë vazon e vogël kështu, t'i shkurtoj pak, do duken mendoj shumë bukur. Këtë vazon e kam marrë te IKEA, u kam treguar. Marrë kërpudha, që na duhen për javën. Një shigërir i lopës. Mora një si kjo që si atia semrin, për se duhet ta ketë këtu që e quhet. Që shuhet më? Pomelo, një pomelo, thonë që është shumë e mirë për t'u dobësuar. Unë e kam provuar, por shija është një mix i citrus me portokallin. Nuk është shumë e shishme, por thonë që është shumë e mirë dhe të bën shumë mirë, edhe thash okej, po e marr, thash me që jemi në këto ujëra dobësimi, po e marr dhe këtë. Mora dhe limon, mora dhe portokalle. Kam marrë të tëra agrumet që kishte dyqani. Mora dhe që thash që kisha marrë një gjë tjetër tek Alti, është kjo, që kisha fut këtu, është kjo për të bërë erzat, edhe avokadon, se kisha një si kjo, dhe thash, kam ko që e kërkoj një, kam ko që i vërdal, por gjithmonë kanë qenë shumë shtrenjtë, kanë qenë të ka maksi jona 15, jona 20 euro, dhe këto që janë ngurë, edhe ishte shumë lek në të drejtë, më duk shumë, edhe i gjeta 7 euro sot, që bën kështu. Sikur bën magji. Keni patër ju që një këmbret kose që është ajo kështu. Edhe e mora, më duke edhe shumë estetike e bukur ta vendosa aty të rrinë. Këto bleva. Edhe sot kështu ishte dita, vajtëm pim kafe, kaluam kohë së bashku, pata një takim shumë të këndshëm dhe do zoti realizohet diçka e bukur. Edhe kështu dita, thash, ky vlog ka qenë pak nga të gjitha gjërat, edhe kështu ka qenë java ime me pak fjalë. Nesër nis fundjava, me zi po pres të rri me Andin, të kalojmë kohë të dielën, të organizojmë në një gjë. Kemi qenë me fat sepse kjo javë ka pasur një kohë perfekte të mirë. Unë do bëj qofte dhe do i bëj me patate në furrë që t'i ha pak me këtë majon. Kjo shkon shumë me patate të skuqura, por ne nuk do hajmë patate të skuqura dhe outfiti im ishte shumë i bukur sot me pantallonat të Zarës, me bluzën e Zarës, me një bluzë më të bardhë të Arket, çanta e Demilierit, një par loafers, edhe ishte on top si outfit, më pëlqeu shumë. Edhe të pani t'i futemi gatimin, se vajti ora 3 dhe të na vi burrë dhe s'kemi për drejt. But you still would stay in my dream. Now you're back for more.
Why you in my reality? My head closed the door, even though my heart just won't leave. That was then, can't go back. Hurt so bad, had to block out the memory. If we try again, start from scratch.